Si ta lehtësoni të përzierat nga udhëtimi, truke të thjeshta që duhet t'i provoni. Nëse ndjeni të sëmur gjatë udhëtimit dhe vetëm mendimi për pushimet ju shkakton shqetësim për shkak të përzierave nga udhëtimi, mund të vuani nga të përzierat nga udhëtimi. Ky fenomen ndodh kur trupi nuk lëviz, por truri ende ndjen lëvizjen, gjë që shkakton një ndjenjë të përzierash. Të përzierat gjatë lëvizjes mund të ndodhin në një sër situatash, të tilla si drejtimi i makinës, barkës, aeroplanit, trenit dhe madje edhe udhëtimi me një karrocë ose ashensor. Simptomat shpesh përkeqësohen nga ndryshimet në lëvizje, gjë që e bën udhëtimin edhe më të vështirë. Megjithatë, ka mënyra për të zvogëluar shqetësimin ose për të lehtësuar simptomat kur ato shfaqen. Para së gjithash, është e rëndësishme të qëndroni të hidratuar dhe të hani ushqime të lehta gjatë udhëtimit. Stomaku bosh dhe dehidratimi mund të rrisin të përzierat, kështu që këshillohet të hani një vakt të vogël para udhëtimit. Gjithashtu, zgjidhni një ndenjëse në një automjet ose në një mjet tjetër transporti që do të ndikojë më pak në stabilitetin tuaj. Në një makinë, kjo është ndenjësja e pasagjerit, në një aeroplan, një ndenjëse pranë dritares, në një tren, një ndenjëse me fytyrë përpara dhe në një varg, pjesët e poshtme ku lëvizjet ndihen më pak. Kur të ndjeni shenjat e para të përzierave, provoni të shikoni një pikë në horizon, pasi përqendrimi në një objekt të qëndrueshëm mund të ndihmojë në uljen e shqetësimit dhe në zvogëlimin e dëshirës për të vjella. Në disa raste, përdorimi i ilaçeve pa recetë mund të ndihmojë, por është e rëndësishme t'i provoni ato para se të udhëtoni për të siguruar që nuk shkaktojnë efekte anësore. Me këto këshilla, udhëtimi mund të jetë dukshëm më i këndshëm, edhe nëse jeni të prirur ndaj të përzierave nga udhëtimi. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.